Të le menon që artisti që ka po hojrin mas shumë të Big Brother. Artisti. Po, me për muzikë. A është Gjesti, a është Luizi, a është Lëndrimi që ta shifitoj? Po të flasim për muzikë. Për muzikë. Muzikë. Është Gjesti, Luizi, pa diskutim. Është Lundrimi, po. Që fitoi këtë vit Big Brotherin, ka një energji shumë të fortë, shumë të mirë dhe bravo i qoftë. Tani nuk e di këtu nëse do më gjykojnë nuk e di a do më gjykojnë as do më gjykojnë për këtë. Fifi është artiste për mua shumë e kompletuar. Hyn tjetër, për mua un kam shumë respekt për punën e Fifi dhe për gjërat që bën Fifi në art. Dhe edhe Jozi ja ka parë hajrin. Po. Jozi ja ka parë hajrin. Po në zhanrin e vet. Po ne po flasim gjithmonë se cilin në zhanrin e vet. Nuk e shohim, nuk e përcjellëm shumë atë zhanr dhe nuk e dina për shkak. Zhanri i Jozit është popullor dhe ai këtë kohë e fundit ka eksperimentuar dhe pak në moderne, por Jozi në stilin e vet për mua ja ka parë hajrin dhe është shumë fort në mbas Big Brotherit.